është mirë apo është jo mirë. Po flas në atë që koncepti i tillë i doktrinës së Iranit për të sulmuar shtetet për rreth xhirit thën sovranitetin. Dhe kjo është dënuar edhe në Këshillin e Sigurimit, ka qenë një seancë do të thënë urgjente, meqense ka pas pajtim të pikave të rendit të ditës nga pala ruse dhe kineze. Por është interesant që 8 shtete nuk e thash të rastisht, duke të përfshirë edhe marinën amerikane, bazat amerikane. Pastaj nuk di, kem momente kur për shembull ka informacione që mund të jetë goditur edhe Abraham Lincolni, nuk është e vërtetuar, nuk ka ende të dhëna për humbjen të ushtarëve amerikanë. Amerikanët komanda arsye propagandistike në mënyrë që të mos të duket keq. Po, absolut, po. Patjetër. Po, është komanda amerikane për lidhjet e mesme, një center command është atje, një orë, kanë thonë që deri më tani nuk ka asnjë ushtar amerikan të vrarë, të plagosur apo të zhdukur. Dhe kjo është informata e tyre rezultat mund të jetë ndoshta ndryshe, sepse thamë më herët jem kohë lufte dhe mund të kem opinione apo lajme të cilat ndonjëherë hyjnë në arsenalin asaj që për ta goditur psikologjikisht palën njërin apo palën tjetër. Por mendoj që kjo goditje e cila ka ardhur, mund të them, fillimisht nga Izraeli, me aviacionin e tij, i cili me siguri dhe ka përdorur atë hapësirën ajrore të këtyre shteteve, të cilat në fillim nuk kanë qenë të dakorduara. Mirë, më duket se tash kemi një aleancë vendeve të gjirit dhe Arabi Saudite në emër të asaj për të mbrojtur nga rrezikshmëria e goditjeve iraniane, mund të krijojnë një lloj aleance me amerikanët këtë rast dhe me Izraelin, dhe të jenë në devijën asaj që hapësira ajrore e tyre edhe legalisht mund të shfrytëzohet. Pra mund të ketë përfshirje edhe të aktorëve arab në Po. Okay. Të them drejtën, Enes, është problem të thuhet se do ketë luftë mes vendeve të gjirit apo arabëve musliman suni me shiat në Iran në këtë rast, por besoj atëherë do kemi përplasje të rëndë ideologjike, e cila mund të implikoj po ideologjike, por edhe të aleancave të ndryshme që mund të hyjnë në përdorim. Kina është jashtëzakonisht e interesuar që të qëndrojë dhe të godas fort Irani ndaj pikave amerikane dhe izraelite në këtë rast, sepse burimet e energjisë dhe çmimi që merret i kësaj nafte në Iran është jashtëzakonisht i favorshëm për kinezët, dhe mendoj që Kina ka luajtur një rol jashtëzakonisht aktiv, sidomos në muajt e fundit, me elektronikën e tyre që ka të bëjë me përcjelljen dhe navigimin e aktiviteteve të forcave ajrore amerikane, apo edhe komplet lëvizjeve të tyre që bën aspektin e asaj që nënkupton elektronika. Dhe kjo mendoj që në përshërbimin e inteligjencës iraniane ka qenë jashtëzakonisht e dobishme. Dhe në këtë drejtim besoj që ndonjëherë njeriu mendon që është një duel amerikano-kinez, por mund të ndodhë që mund të him në një katrahur kur këtë ditë Kina mund të godas Tajvanin. Për shkak të këtyre gjërave që ndodhin këtej? Po, mund ta shfrytëzoj këtë situatë dhe varet si do shkojnë zhvillimet dhe luftimet në detin arabik me forcat amerikane, do thotë me tërë atë aeroplanbajtëse dhe përcjelljes së anijeve të kësaj aeroplanbajtëse. Nuk do të harruar që ka edhe një ndërtesë Ohio, spaku një apo mund të jetë afër atu, me koka bërthamore. Po, është sistem të thotë që i ka 11 ndërtesë Ohio shëba në kapacitetet e tyre, një të tretën e flotës detare është angazhuar sot në lindjet e mesme. Me përshtyp të asaj që bashkarisht me atë që ka me Gerald Fordin, i cili është afër brigjeve izraelite, dhe me siguri furnizon kapacitetet të tyre me F-35 dhe F-16, që po dhe me raporin
2200. Kjo do jetë, mendoj që kjo betejë mund të zhvendoset ose në prapavines fond ka një rivalitet kinezo-amerikan. Ajo forcë që del fituese në këtë rast në linjët e mesme do të krijojë konturat për ta udhëhequr botën edhe në shumë decene të ardhshme. E kuptoj. Kalojmë pak te ngjarja më e përfolur këtyre 48 orëve të fundit. Vdekja e Ali Khameneit. Një bombardim amerikan i ndodhur në Tiranë, flitet që dhe nga burimet iraniane, lideri suprem i Iranit, Ali Khamenei, ka vdekur, ka ndruar jetë. I gjithë shteti është në zi. Po do krahasojmë një mendoj unë bipolaritet. Para disa javësh protesta super të mëdha në Iran, me të vdekur, me të prangosur, për hedhjen poshtë të qeverisë Khamenei. Dhe tani populli qanë. Çfarë po ndodh? Po, ty me siguri të kujtohet ose ke qenë, nuk e di, nuk jem në këtë bashkëbisedim për të pyetur për datëlindje, por koha e Enver Hoxhës në sistemi. Jam shumë i ri, nuk. E shumë i ri. Po, mirë, ke dëgjuar historinë e tillë ose vizualisht ke parë edhe video të ndryshme edhe tregime të familjarëve të juaj dhe të rrethit të juaj. Ka qenë, do thotë, një humbje e madhe për kohën, ka qenë, mund të them, në farë mënyrë, njëri nuk bën të gëzohet vdekjes së njerëzve, nuk është problemi që po aludoj këtu, qoftë me rastin e këtij shamri që mora, por populli ka qenë i tillë që dashur ndonjëherë për atë sistem të çajsh edhe me zor. Mendoj që në Iran është një sistem më ndryshe. Shef, nuk është krenari mbytje një 86 vjeçari, një plaku, por është aspekti asaj, mund të them, atë krijimit të kultit të tij dhe përkrahjes së tij dhe rujtjes së stabilitetit, mosmarrveshje brenda pastaj pasardhësit të tij. Mund të krijohen dhe amerikanët kanë menduar që goditja e tij do të sjellë fragmentim për brenda leadershipit iranian ose atij që do ta trashëgoj. Flitet që Ayatollah Arafi do jetë më duket veçor të zgjedhur lideri i suprem, një figurë dhe nëzën si Ali Khomeinit, por edhe i Hamneit, krahu i djathtë i Ali Hamneit. Mendoj që është shumë interesant goditja e tillë, ju pyetet populli çfarë. Shef, Irani ka një strukturë, më të them, të fragmentuar edhe etnike, e cila për brenda përmban interesa dhe mund të them deri dikon një etnikum i cili ndryshon nga ata që janë persian. Persian realisht 55% deri 60% në Iran, prej 89 milion, 90 milion banorëve. Është një vend që ka, të them, jashtëzakonisht për 1200 qytete, një popullat e cila ka 15 milion studentë. Niveli i shkrimleximit ka arritur të jetë në 95%, të cilët vetëm 5% mirë që nuk din shkrimlexim. Nuk e dim që edhe në Gjermani dhe Pressburg ka japë statistika që shkrimleximi është një shifër bukur e madhe, që nuk din njerëz. Dhe mendoj që tradita persiane, 5000 vjeçare, një civilizim jashtëzakonisht i lashtë, nuk lejon që ndoshta në një farë mënyrë të mos krijojnë ato struktura që deri dikon mund thuhet, bëlem duket edhe Trump e ka thonë një fjali është, apo mos gaboj Vitkov, që është e çuditshme me gjithë këtë blokadë dhe këtë sanksione me decene të tëra. Arrit të ketë një zhvillim të tillë të programit raketor, apo edhe në programet që kanë të bëjnë me zhvillimin e aspekteve atomike apo energjisë në këtë rast, apo edhe në fshehësi edhe të bombës atomike. Do thotë kemë bëjmë me një popull i cili realisht nuk më të di a kanë kajtur nga dhimbja apo nga
nga ajo që mund të Nga jenë çlirimi. shtytur. Po, nga shtyrimi. Por unë mendoj që çdo herë në kushtet e goditjes nga jashtë, populli mobilizohet edhe ndaj liderit të cili nuk mundet me qenë i pëlqyeshëm. E kuptoj. Sepse ndonjëherë krenaria e tillë kombëtare apo ajo për të qenë me atë çka je, mu identifiku me atë çka je, nuk pranon nëse edra jote të goditet nga jashtë kushdo qoftë ai kundërshtar. Dhe kjo mendoj që ka arritur ta mobilizojë në një farë mënyre në sistemin kuptohet të traditës së tyre, qoftë edhe të aspektit teologjik, se ne kemi një problem, njerëz nuk e njohin shumë mirë aspektet të civilizimeve, sidomos religionet. Dhe ne kemi një hata të madhe të na që njerëz të njohuritë religjioze janë në zero. Dhe pastaj flasin gjëra që nuk din, qoftë për religionin apo religionin tjetër. Dhe kjo është një dobësi që mendoj që ajo tradita që thash e tyre 40 ditore zi për liderin suprem. Dhe kjo mendoj që në aspektin e asaj që pritet ajo, meqense Irani sot do të heq ajo hakmarrja që mund të jetë, Irani sot në familje do heq një lider i cili cilësohet që është truri i shtetit të Iranit, Ali Larijani. Do thotë një figurë e cila më duket kështë një traditë jashtëzakonisht interesante, një brum jashtëzakonisht të pasur familjar, dhe një formim të një niveli jashtëzakonisht të përsosur, pastaj një përvojë, qoftë bisedimet të rreth programit bërthamor, qoftë të politikës së jashtme, qoftë Gardës Revolucionare Islamike, por edhe të kryetarit të parlamentit. Dhe kjo mendoj që Irani, ta them me një fjalë, është bukur arre fort. Pra SBA dhe Izraeli do ta kenë të vështirë, thonë ju. Po më them drejtën me atë çka kemi parë gjatë tyre spakuris së 4 orëve, mund të themi që do jetë problema, nuk preashtohet mundësia që të përdoret një arsenal amerikan ta çojë një bombë të pist, të cila mund ta... Ç'do kuptoni me këtë? Mund të jetë po të lokalizuar ndonjë Hiroshima dhe Nagasaki. Pra mund të jetë ky skenar. Mund të jetë që nuk jam shumë, mund të them, po aludoj, po hipnotizoj. E kuptoj. Asnjëherë nuk kam fakte. Por në doktrinën ndonjëherë kur rrezikohesh në atë masë sa të jesh të dalësh i humbur, mund të përdoren edhe të gjitha këto aktivitetet të cilat çojnë në rrezikshmëri. Por mendoj që do jetë një dalje, se njeriu mendon sikur në atë autorrugët ose autobanet që thojnë, edhe hyrin edhe daljen. Dalja besoj që do jetë i paraqitur një sukses i Trumpit, që arritëm ta likvidojmë liderin suprem, bile aja djetër ditë ka qenë ndoshta ajo fitoria tyre e madhe, që për mu është ndoshta egzagerim i tepruar.